Të nderuar shikues, mirë mbrëma, mirë qofshje dhe mirë se erdhët në debatin e dytë të zgjedhor, pra zgjedhjet e 8 qershorit 2014. Tema e këtij debati do të jetë ekonomia dhe bujqësia. Pa humbur kohë ju prezantojmë përfaqësuesit e 4 subjekteve politike pjesëmarrëse të këtij debati. I pari është përfaqësuesi i Partisë Ashkalive për Integrim, Naser Emini. Përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Blerim Grainca. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Mustafa Grainca. Si dhe përfaqësuesi i Nismes për Kosovën, zoti Burhan Qosja. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Fillojmë me pjesën e parë të debatit dhe këtu është paraparë që secili nga përfaqësuesit e subjekteve politike për 3 minuta të shpalosë në vija të trasha programin për këto zgjedhje të fokusuar në 2 çështjet e caktuara, pra për ekonomi dhe bujqësi. Fjalën e keni zoti Emini. Faleminderit për ftesën, përshëndetje juve, gjithë shikuesve dhe kandidatëve suksesin në zgjedhje dhe uroj që të fitojnë të gjithë kandidatët nga Kafrizja në Parlamentin e Kosovës. Partia Ashkalive për Integrim është ofertë e vlerave njerëzore e ndërtuara mbi kriteret e aftësisë, ndërgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë politike dhe qytetare që është kusht themelor për një qeverisje efikase në interes të qytetarëve të Kosovës. Pas zhvillimeve të shumta politike në dhe jashtë Partisë Ashkalive për Integrim, Partia Ashkalive për Integrim është e përkushtuar për t'i kthyer dinjitetin edhe komunitetit edhe qytetarisë së Kosovës. Partia Ashkalive për Integrim nuk bën kalkulime matematikore për përfitime personale, por bën projekte konkrete për nevojat e qytetarëve e në veçanti nevojat e komunitetit ashkanli. Partia jonë është më së organizuar se kur që të eliminojë interesat personale, klanore dhe jo fetimprurse për komunitetin. Zëtohemi si do të jemi në shërbim të komunitetit edhe të qytetarëve dhe i ftojmë të tjerët nga dhe jashtë subjektit tonë politik që t'japin kontribut në projektim dhe implementim të programit tonë politik. Dhe programi ynë është i bazuar si në vim. Synimi ynë është që të jemi 3 vota në Parlamentin e Kosovës, duke llogaritur se ashkalitë dhe egjiptasit janë një popull, por është një ndarje artificiale, dhe do të jemi 3 vota në Parlamentin e Kosovës. Si 3 vota të fuqishme në Parlament do të jemi pjesë e qeverisë, të ndërtojmë politikat e mira sociale në favor të komunitetit në rend të parë. Do të jetë përfshirja e jonë në çështjen e mirëqenies dhe jetës shëndetësore. Të krijojmë vende të punës në bazë të ligjit të punës edhe thirrje të punës sezonale në dhe jashtë Kosovës. Aftësimin e komunitetit për punë profesionale me politika të përshpejtuara për qytetarët e cilëve ju ka ikur koha e aftësimit, thirrja e mbështetjes së nxënësve dhe studentëve për të studiuar me kushte më të mira dhe për të qenë me një mirëqenie studentore, mbrojtja e patundshmërisë, gjithsesi pasurisë që jetojnë në ato pasuri të patundshme dhe nuk janë të regjistruara në emrin e tyre. Faleminderit, kjo është koha e paraparë për juve. Mikrofonin ja kalojmë zotit Blerim Grainca, përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, 3 minuta. Faleminderit. Lidhja Demokratike e Kosovës prioritet vetin ka zhvillimin ekonomik dhe punësimin me theks të veçantë në krijimin e vendeve të reja të punës, mirë po paralelisht me këtë neve mendojmë se fillimisht duhet të miremi dhe të angazhohemi me zgjidhjen e problemeve që lidhen me sundimin e ligjit, sepse pa rregullimin e problemeve që qëndrojnë në fushën e sundimit të ligjit nuk mund të flasim për zhvillim ekonomik. Paralelisht me rregullimin e këtyre problemeve ne do angazhohemi që në fushën e zhvillimit ekonomik kryesisht
punojmë dhe orientohemi në fusha që gjenerojnë vende të reja të punës me theks të veçantë në bujqësi, në blegtorinë, në bizneset e vogla dhe në bizneset të cilat ka mundësi të zhvillohen në komunën tonë. Lidha Demokratike e Kosovës do shikoj fillimisht politikat fiskale, sepse mendoj se kjo qeveri përmes këtyre politikave e ka mbyt, gjithsesi e ka ngulfat zhvillimin e biznesit në Kosovë. Ne do për gjitha inputet bujqësore do heqim taksën doganore, tatimin qarkullim do e zvoglojmë nga 10 në 4%, TVSH-n do e përshkallëzojmë dhe në këtë formë do kemi mundësi që brenda afatit prej 4 vite do të brenda mandatit tonë të bëjmë një investim për 1.2 miliard euro dhe të gjenerojmë 120.000 vendet punës. Dhe këto vendet punës do janë vende reale dhe jo një fontan dëshirash e bazuar në premtime elektorale, por e bazuar në kapacitetet dhe mundësitë edhe financiare, edhe resurset njerëzore dhe natyrore që ka Kosova sot. Në këtë rast, po ashtu duhet të theksoj se Lidhja Demokratike e Kosovës një element veçantë apo një rëndësi të veçantë do t'i kushtoj edhe infrastrukturës përcjellëse, sepse për të pasur një zhvillim të mirë të biznesit, neve duhet të krijojmë edhe infrastrukturën përcjellëse të fillu prej stabilizimit të furnizimit me energji dhe gjërave tjera që përcjellin investimet. Sot ne do angazhohemi po ashtu edhe në krijimin e mundësive të reja për investitorët e huaj, sepse në Kosovë sot prej kohës kur Lidhja Demokratike është larguar nga pushteti kemi rrëmje të investimeve të huaja nga 400 milion në 250 dhe ne do angazhohemi që bizneset e huaja të kenë lehtësira të ndryshme, tu e fillu prej zonave të lira tregtare dhe industriale e deri te krijimi i inkubatorëve apo zonave në të cilën bizneset e huaja por edhe bizneset që vijnë nga diaspora do kenë mundësi të zhvillojnë bizneset e tyre në harmoni me infrastrukturën ligjore që ka Kosova dhe komuna jonë në përgjithësi. Në këtë rast dua të theksoj edhe prioritetin që Lidhja Demokratike e Kosovës i jep zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, sepse mendojmë se fondi i kafshë, fondi i bujqësisë dhe blegtorisë ka rënë atë mos sa që nuk siguron as edhe furnizimin elementar me ushqim për popullatën tonë dhe ne sot varemi kryesisht nga importi. Për të ulur shkallën e importit dhe për të ulur deficitin tregtar, ne mendojmë që bujqësia do subvencionohet përmes investimeve të ndryshme në këtë sektor dhe me theks të veçantë për gjithë ata që prodhojnë, të thotë gjenerojnë vende të reja të punës përmes prodhimit, sepse prioriteti i LDK-s do jetë sektori i prodhimit. Faleminderit zoti Grainca. Në vazhdim 3 minuta për të shpalosur programin e Partisë Demokratike të Kosovës, ja japim fjalën Mustafa Graincës, përfaqësuesi i këtij subjekti. Faleminderit. Partia Demokratike e Kosovës, konkretisht lideri i saj zoti Thaçi, ka hyrë në këtë garë zgjedhore me një platformë, me një koncept shumë të shëndosh, të veçantë, frydhëdhënës dhe përmbajtësor për ecjen e suksesshme zhvillimor të shtetit tonë në mandatin 4 vjeçar të ardhshëm. E them për këtë se baza e kësaj është e kaluara suksesi i kësaj qeverie që nga 2007 në të gjitha fushët e jetës. Dhe me bazën e saj ne do të ndërtojmë, pak kemi ndërtuar programin zgjedhor, i cili ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe punësim për mandatin 2014-2018. Partia Demokratike dhe lideri i saj mund të them që e bën të veçantë këtë program që i dallohet në fakt nga oponenca jonë politike në këtë parë zgjedhje, për faktin se them një herë ecja zhvillimore e shtetit tonë, që nga momenti i shpalljes pavarësisë në procesin shtendërtimit kemi bërë atë që si shtet të nihemi krenar. E them këtë sepse ato suksese janë të prekshme dhe në bazën e saj ne po themi se tashmë po ndërtojmë një mision të ri, mision i cili ka në vete një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, mision i cili ka në vete një zhvillim të qëndrueshëm të gjitha degët të ekonomisë, duke përfshirë dhe bujqësinë si një sektor të jetë veçantë të zhvillimit ekonomik të shtetit tonë, duke pasur parasysh gjithnjë resurset që ka të bollshme shteti ynë dhe Kosova në përgjithësi. E them këtë se ky mision e ka të veçantën e saj sepse i prin lideri, zoti Hashim Thaçi, i cili po të rikthejmë në historinë e shkurtër të tij, ai ishte prioritar i bërjes së lirisë, ishte misionari i ndërtimit dhe i realizimit pavarësisë së Kosovës dhe pas shpalljes pavarësisë ishte ai që kryesoi, në fakt ishte kryeminisi i shëndërtimit të shtetit tonë. Dhe sot shteti jonë ka mbi 100 njohje, shteti jonë sot ka subjektivitetin e fuqizuar në arenë kombëtare, sot shteti jonë është
pjesë organizatave të fuqishme financiare dhe organizatave tjera ndërkombëtare dhe besoj se mbi këtë bazë tashmë kemi ndërtuar infrastrukturën e bollshme që të realizojmë misionin tonë të ri. Dhe ky mision që unë tani kam në dorë, i cili në fakt është lancuar për gjithë qytetarët e komunës sonë, ngërthen në vete një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, ngërthen në vete politikat fiskale të cilat do të jenë në favor të bizneseve, të zhvillimit të tyre kapaciteteve, edhe ajo që është më e veçantë e këtij misioni është se në vete përmban fondin e punësimit, një fond që tashmë e ka prekur në aspektin e përmbajtjes tij çdo qytetar i komunës sonë në vlerën prej 1.5 miliard euro. Faleminderit, 3 minuta kohë për të shpalosur programin për këto dy segmente të caktuara, përfaqësuesi i nismës për Kosovën, zoti Boran Çosa. Fillimisht që falenderoj për ftesën që ju është bërë subjekti tonë nga ana e televizionit tuaj tema dhe nga këto në emër të kryesisë së nismës për Kosovën në Ferizaj, shfrytëzoj rastin që të përshëndes të gjithë teleshikuesit e juaj. Unë nuk do të elaboroj politika për me fitu vota, siç e bojnë parafalësime, të dhonë dekorata, po do shkoj konkretisht objektivat e nismës për Kosovën si një alternativë e re në fushën politike. Objektiv i nismës për Kosovën është krijimi dhe implementimi i politikave zhvillimore përmes të cilave qytetarët e Republikës së Kosovës do t'i garantoj futjen në një rrugë se zhvillimit ekonomik që shtetet e rajonit, si dhe ato evropiane, ta konsiderojnë shtetin tonë si një shtet zhvillimor duke rrënjosur njëherë e përgjithmonë të menduarit nga shtetet e tjera, si ato rajonale dhe ato evropiane, se Kosova kultivon vetëm politika klanore, politika partijake dhe politika të grupeve mafioze. Nisma për Kosovën do të bëj Kosovën një shtet zhvillimor dhe atë, duke i dhënë dikastereve ekonomike jo pronësi dhe kontroll mbi industrit, por orientim dhe bashkërëndim të aktiviteteve të aktorëve ekonomik, duke favorizuar planifikimin afatgjat kundrejt përfitimeve afatshkurtra, duke krijuar kushte për fuqizimin e aktorëve ekonomik si që janë firmat industriale dhe jo vetëm për përmbushjen e nevojave të brendshme, por edhe për të qenë pjesëmarrës në ekonominë rajonale dhe atë globale, duke garantuar këtij shteti zhvillimor një kontroll të konsiderueshëm të sistemit financiar, duke i garantuar këtij shteti një demokraci të plotë në procesin zhvillimor që nënkupton bërjen bashkëpronor në këtë proces, sindikatat, punëtorët, entitetet publike, siç janë pushtetet lokale. Zotimet e nismës për Kosovën janë hartimi i strategjisë zhvillimore e cila do të vendoste si synime afatshkurtra një plan të detajuar të ristrukturimit të ekonomisë nacionale, plan ky përmes të cilit do të funksionalizoheshin sektorët specifik, qeveritar dhe aktorë të tjerë ekonomik, të cilët drejt për drejt do të ndërtojnë dhe orientojnë transformimin strukturor me qëllim të nxitjes së krijimit të industrive të reja, si dhe zgjerimin dhe transformimin e atyre ekzistuese. Dhe këtë nisma do ta bëj jo vetëm përmes stimulimit makrofiskal, por edhe përmes ndërhyrjeve direkte me subvencione, mbështetje organizative, si dhe lehtësirat e tjera përmes të cilave ne konsiderojmë se do të favorizojnë ndërtimin e bizneseve prodhuese. Nisma zotohet se do të krijojmë. Faleminderit zotë Çosa, koha e destinuar për juve kaloi. Sipas kornizës së planifikuar të këtij debati në rrjedhën e metutjeshme, ne do të bëjmë nga një pyetje që do të vlej për njëkohësisht për 4 kandidatët, mundësia e përgjigjes do të jetë kufizuar në 2 minuta kohë me mundësi të replikës eventuale që mund të ketë kohë 1 minutë. Prapë i kthehemi zotit Emini. Cili është plani subjektit tuaj për ngritjen ekonomike të vendit nëse integrimi më i shpejt në BE kërkon një shkallë prej 7 deri në 8% të rritjes në rent? Sa në realitetin, unë e thash edhe hapi në programit, ne jemi subjekti vogël politik për të hartuar një program ekonomik të mirëfillt, sepse ne nuk mund të formojmë qeverinë. Po në fakt çka na synojmë që programin politik të subjektit fitues do ta pëlqejmë. Dhe programin e tyre do ta plotësojmë me nevojat e komunitetit që kemi hartu ne për
të ndërtuar një ekonomi të mirëfillt, edhe për të ndihmuar edhe komunitetin, dhe kur të ndihmojmë komunitetin është një ecje përpara drejt integrimeve, sepse jemi edhe parti me emër të quajtur integrim. Nëse ne nuk i rehabilitojmë edhe komunitetet këtu, atëre si do të kalojmë në Evropë të integrohemi kur nuk i integrojmë komunitetet. Prandaj thash se do ta pëlqejmë programin politik të subjektit fitues dhe do ta pasërojmë programin e tyre me programin tonë që është në nevojat pasërohet me programin që është më i nevojshëm për komunitetin. Ne në programin tonë kemi paraqit nevojat e komunitetit, jo vetëm të komunitetit, po qytetarëve në nevojë, në përgjithësi. Faleminderit, nëse s'dëshironi më tutje të shfrytëzoni kohën e parapara, atëherë kaloj mikrofonin për zotin Blerim Grahinca, përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, 2 minuta kohë. Po Lidhja Demokratike e Kosovës, si thamë më herët, prioritet do të jepë i kanonit dhe i jepë zhvillimit ekonomik. Rritja që ju thatë se do të ishte 7-8%, unë mendoj se për momentin është e pararritshme në këtë fazë dhe edhe procesi i integrimit ka ngel bukur mbrapa, prandaj neve jemi vetëm në hapën e parë të procesit të integrimit, ende nuk kemi nënshkruar, nuk kemi marrë liberalizimin e vizave për një integrim plot në Bashkimin Evropian. Mendoj se vetëm pasardhës së LDK-s në qeverisje atëherë mund të flasim për hapat më të tjeshëm. Se si do arrihet kjo ngritje ekonomike, apo mirë të themi si do të përmirësohet gjendja, unë mendoj se ne fillimisht duhet të referohemi situatën që jemi aktualisht, sepse pa bërë një krahasim të shifrave dhe situatës nuk mund të flasim. Misioni i ri apo projekti i ri, siç e quajnë PDK-ja këtë projektin e tyre, unë mendoj se mund të jetë vetëm një mision për varfërimin e ri të qytetarëve të Kosovës, ashtu si ka varfëruar deri më tani. Shifrat flasin se Kosova sot konsumon 2 miliardë euro mallra në vit dhe kryesisht varemi nga importi. Për me ndryshu këtë çështje LDK do investoj 1.2 milion euro në vende të reja të punës, do thotë në bujqësi, blegtori dhe në veprimtari tjera që gjenerojnë dhe kanë kapacitetet për një punësoj njerëzit. Dhe paralelisht me këtë do vijë edhe rritja ekonomike, sepse nuk mund të flasim për rritje ekonomike nëse s'ka investime. Rritja ekonomike nuk mund të bëhet duke i pengu zhvillimin e biznesit, por duke ndihmu atë dhe kryesisht unë ju thash në fillim se do bëhet përmes ndryshimit politikave fiskale, sepse nuk është normale që sot njerëzit që vinë me prodhim Kosovë, njerëzit që gjerojnë vende të reja të punës të ngarkohen me taksa doganore në kufi. Neve do e rishikojmë të vëshëm, do e përshkallëzojmë, për makineritë produse do heqim doganën, kurse për inputet bujqësore do jetë 0 doganë. Për ata që merren në importimin e inputeve bujqësore do ketë 0 doganë. Dhe në këtë formë do kemi mundësi që të prodhojmë për vete e jo të bënim nga importi dhe kryesisht të blejmë rreth 500 milion mallra nga Serbia. Lidhja Demokratike e Kosovës prioritet vetin. Faleminderit, kaloj koha. Atëherë Mustafa Grahinca, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, 2 minuta për përgjigje. Përgjigjes tuaja që na ka të bëjë me rritjen ekonomike, je përgjigje në fakt pyetjes suaje përgjigje misioni i ri, i cili ka paraqitur dhe fakt ka parametrat makroekonomik të cilat gjatë realizimit të misionit do të rezultojnë atë që do të kemi deri në 6% rritje të ekonomisë të shtetit tonë, sepse po të mirën nga e kaluara, ne kemi një rritje solide për 4.5%, që ose bimi krahasimisht nga 2007, dhe kemi një ndihmës në fakt të sektorit bujqësisë nga 2007 mund të themi mbi 300%. Lidhja Demokratike e Kosovës këtu, zoti Blerim, mund të referohet të kaluarës kur ka qenë këta pushtet dhe atëherë thua ka pas bujqësi apo nuk ka pasur bujqësi. Dhe po qenë shifra statistikore deri në 2007 mund të themi se nuk ka pasur fare investime në lëmin e bujqësisë. Me një shifra dhe krahasoni se çfarë ka ngjarë në momentin kur Partia Demokratike vjen pushtet dhe çfarë infuzioni në fakt ju ka dhënë zhvillimit bujqësisë një prej nga aktorëve kryesor për të zhvilluar një ekonomi të qëndrueshme dhe për të balancuar bilancin e pagesave ato që thotë edhe zoti Bleri. Andaj ne më themi që me misionin e ri, me realizimin e fondit punësimit dhe i fondi punësimit i cili do të gjeneron mbi 200.000 vende të reja pune, do të ketë një impuls pozitiv për gjitha ndërmarrjet prodhuese, qoftë ato proponuese dhe gjitha lëmive ekonomike, atëherë themi me plotni se rritja ekonomike për këto 4 vite do të më rrinë në fshitin 6%. Është një shifër rekorde dhe ajo infrastrukturë të cilën u tha më herët se nuk ekziston, atëherë duhet lexohet sepse ajo ekziston. Infrastruktura ligjore dhe gjithë ato që kanë të bëjnë me
interferencën në rritjen ekonomike, në zhvillimin ekonomik komun të shtetit tonë, ato mos tashmë janë ndërtuar dhe janë ngritur. Edhe për shkallëzimi të vëshës, edhe çështja e... Faleminderit, 2 minuta mundësi për përgjigjen të njëjtën pyetje, zoti Buran Çosa nga Nisma për Kosovën. Sa i përket nismës për Kosovën, nisma zotohet se do t'i përkrahë sektorët prodhues me qëllim që ato më pastaj të gjenerojnë vende të reja të punës. Është pak për mua si jurist financiar, është pak paradoksale për të dy parti tjera që gjojnë arsye kaq të mëdha dhe tregojnë për një zhvillim bujqësisë të llogarisë që na këto jemi gjithë pjesë e këtij vendi dhe e dim kur kam pas deri sot politika me cilat asnjëherë nuk e kanë subvencionu ashtu siç duhet, ose nëse kanë subvencionu le shumë për të dëshiruar. Unë nuk po me kuptu si ka mundësi me subvencionu dhe me rregullu bujqësinë ju që 15 vjet bujku kosovar derivatët e naftit i blenë me një çmim siç i blejon me veturës time. Unë punoj, kam jetu në Norvegji me një vend evropian dhe jam shumë i sigurt që dikun 73% ma lirë blenë derivatët. Unë programi misioni i ri, megjithëse është emër i mirë, konsideroj se misioni i ri për Partinë Demokratike të Kosovës është me dalë në pozici vjet, me i dhonë mundësi politikanëve të ri me u marrë me çështje të reja, me të cilat do të krijojnë vende të reja të punës dhe jo 200.000. Shtrohet pyetja. Si jurist financiar, një matematikë shumë e thjeshtë që e kam bën, ta qesim debatin pak a shumë ma thjeshtë se qytetarët dojnë me ditë konkretisht. Çka do të 200.000 vende të punës sot kur në ekonominë më stan botërore, sidomos ata evropiane, shumica e shteteve me përjashtim Norvegjisë ka papunësi nxjerr. Të tjerë krejt e kanë papunësi në mbi 5%. Në 200.000 vende të punës është problem një shtet i zhvilluar i kriju. Po ja them shumë sinqerisht, nëse më lejoni veç pak. Faleminderit, përfundoi koha. Kam dikush që dëshiron ta shfrytëzoj kohën për replikë? Urdhroni zoti Mustafa Grajinca nga PDK. Dëgjoj, po të flitet për dokumentin e platformës zgjedhore të Partisë Demokratike i tituluar si misioneri, duhet me shfrytëu këtë dokument dhe pastaj me dhënë vlerësim. Nuk mund të lidhet vlerësim politik një dokumenti i cili në vetë thamë herë ngërthen në plotëni dhe në mënyrë të detajzuar ecjen zhvillimore të shtetit tonë për 4 vjetet e radhës. Shifra për 200.000 vende të reja punës rezulton nga një fakt që ne në Kosovë kemi 80.000 biznes aktive. 80.000 biznes aktive sot. Dhe fondi për 1.5 miliard do të shpërndar atyre biznes që janë aktive. Dhe çdo biznes i cili do të merr pjesë në fondin për zhvillim, dhe do të merr kredi të buta me normë të ulët interesit, do të mund të shtojë kapacitetin e tyre për gjeneruar 2 vende të reja pune. Dhe 80.000 e 2 vende të reja pune bën 160.000 të punësuar. Ja them një matematikë të thjeshtë e cila mund të rezultohet me aq thjeshtësi dhe nga fondi i punësimit, gjë që e dëshmon dhe argumenton faktin tonë se 200.000 vende punë do të jenë të punësuar. Çosa, urnoni, keni kërkuar replikë? Matematikë më e thjeshtë se me na tregu neve jo se çysh keni mundësi me hap 200.000 vende të punës që do të thotë 137 vende të punës në ditë për 1.460 pas një qëtune, pas një dili pëshem, pas një fest, edhe festin e vitit 3, 137 vende punë në ditë kam i hapë, nëse zbritën, veç pak, nëse zbritën. Sa i përket fundit, unë paraprakisht për ju njoftoj që juve nuk keni drejt me përdorë fondin e trusit pensional. Kjo është një fushat zgjedhore, kjo absolutisht s'ka të maj. Jo, ndigjo. E ku shko drejt me përdorë fondin e qytetarëve? Vetëm diçka. Duhet rregullohet legjislacioni, është pjesë e jonë ajo, është pjesë e juristëve ajo që pak më mirë mund me u përgjigj. Kjo do të thotë me i mashtru qytetarët e Republikës Kosovës. Vetëm diçka. Kur dihet se për 4 vjet apo më mirë me thonë prej 1.460 ditë pune, i zbritën 401 ditë në kalendarike që janë shtu në dile, juve u rritë dikon numëri që do të me punësu 188. Dhe krejtë fond, derisa ta konstituoni ju qeverin, dhe derisa ju të krijoni si qeveri me të... Atër një minutë kohë, zoti Mustafa Grajinca për përgjigje. Faleminderit. Nuk matet punësimi njerëzve me ditë punë.
Kjo është gabimi që bëjnë zyrtarit. Po, elaborojmë, sepse në momentin kur fondi i punësimit, që nuk është hajgare, po është një fond i punësimit, një fond zhvillimor i cili shteti jonë do ta ketë në përdorim, sepse janë të mjetet privatizimit 600 milionë dhe një pjesë e truzit pensional dhe fondet tjera të cilat do të futen në qarkullim dhe në zhvillim për bizneset tona. Çdo biznes në momentin e aplikimit cili paraqet një projekt të detajzuar, ai do të merr mjetet nga fondi i punësimit dhe nga ato mjetet punësimit do të punësoj njërë. Nuk lidhet me ditë kalendarek, me shtunën me dile. Po në momentin kur e merr, jo, po kjo s'ka logjik kjo. Po nuk ka logjik shumë. Absolutisht logjike kjo. Kjo është matematikë logjike. Po kjo matematikë nuk shkon në këtë fushë. Po juve s'ju kanë. Po jo, realiteti. E ka kohën e destinuar, patët kohën e shfrytzuar kohën e ju. Tash të lëmë të përgjigjet. Sepse ne po menaxhojmë me kohën. Ne përdor ju është sikur tuponi që. Edhe me pas kujdes, zoti i qoftë. Respektoj. Ky është një premtim. Po nuk lejuaj. Nuk lejuaj që qytetarët e Kosovës menaxhimit kohës, ju lutem. Fal. Sakta. Fal. Edhe 20 sekondë e keni kohë për të përgjigjur, zoti Grajica. Smari duhet të tërheq fjalën se nuk jam nga gënje këtu. Dhe pegenjen qytetaren, do të me pas pak konsiderat për debatën e për të që po flasim. Unë e di entuziasmin e kësaj nisme, po kjo nisme unë nismë unal. Këtu është problemi. Faleminderit, një minutë kohë është për zotin Blerim Grajica, i cili që më pare ka kërkuar mundësinë e shfrytëzimit të replikës. Po, unë ndëgjova parafolësit me vëmendje dhe të them të drejtëm, nuk po surprizohem shumë nga qasja, sepse jam produkt i njëjtës shkollë politike. Problemi është se qytetarët e Kosovës më mirë se gjithkush e dinë se cila është e mirë dhe cila është vlera reale e këtij programi ekonomik. Thur se sot qytetarët e Kosovës jetojnë mirë, apo se bujqësia është zhvilluar, është një anomali edhe një aq më shumë se sa një fushat zgjedhore. Qytetarët e Kosovës sot jetojnë me keq se kurrë. Bujqësia e Kosovës është më e pazhvilluar se kurrë. Pse po e them këtë? Po e them këtë se sot qytetarët e Kosovës gjërat elementare të tyre i importojnë. Ne sot blejmë edhe spece, edhe domate, edhe patate. Nëse kjo qeveri flet për një bum të madh në bujqësi, unë mendoj se e ka gabim. Sot qytetarët e Kosovës, apo mirë të themi, Kosova nuk ka kapacitet prodhuese as për nevojat e veta. Ç'a ndodh me prodhuesit bujqësor? Ata që arrin të prodhojnë nuk arrin të mallet e tyre të dërgojnë as në rajon. Ne nuk arrin të dërgojnë pataten tonë as në Shqipëri. Domethënë, kjo është qeveria e Faleminderit, ishte kjo koha juaj. Dëshironi në replikë? Urdhroni, një minutë kohë keni. Unë deshta të pyes lidhe me subvencionimet që u tha se do të janë mbi 80.000 biznese aktive, edhe do të subvencionon edhe do të ketë punësim spaku 2, ashtu sa e kuptova. Pyetja ime është kështu, a e keni parashiku edhe ligjin mbi punësimin që thotë 10% duhet të jenë komuniteteve, edhe ekskluzivisht duhet 3% të jenë nga komunitetet shqipfalëse. Mos me thonë në atë formulën e rrallë se jemi të ofenduar me atë formulë, po thamë shqipfalës. 3% janë shqipfalës, rom, ashkali dhe egjiptas. A e keni përfshirë edhe këtë legjë sepse janë taksapaguesit e Kosovës që e bëjnë, domethënë atë fond, edhe do të kemi në shpenzime edhe ne, sepse është me ligj. Sigurisht që kësaj pyetje do të në herave të tjera do të përgjigjet dikush që e ka hartuar këtë plan për zhvillimin e Kosovës, ndërsa neve nuk na lejon koha më tutje për replika, do të shkojmë me pyetjen e dytë, pyetje e cila vlen për të gjithë. Tash do të fillojmë me nismën dhe do të shkojmë në anën e kundërt. Buxheti i Kosovës varet gati ekskluzivisht nga të hyrat doganore, ndërkaq që shumë pak nga tatimi në fitim, që në një farë forme si indikatore jep pasqyrën e gjendjes ekonomike në vend. Cili është projekti juaj për ndryshim thelbësor të kësaj gjendje të ndërtimit të një ekonomie më profitabile? Nisma ka një projekt strategjik nacional për sektorin e industrisë, me qëllim që të mobilizoj burimet natyrore dhe resurset energjetike në funksion e zhvillimit ekonomik të rritjes së mirëqenies sociale. Tu bazon faktin që Republika e Kosovës është një vend shumë i pasur me thëngjell dhe linet,
konsiderojmë se dhe realisht nuk kemi rrymë shumicën e rrogës të tash PDK-ja mes me mohu kohëve të fundit e ka stabilizuar pak a shumë. Që 15 vite me radhë qytetarët e Republikës paguajnë rrymë ditën me 80 euro, dikon 85 euro. Këto janë vlera që kur e blejnë dhe shesin në rrymë natën me 15 euro. Atëherë nisma për Kosovën, platformën e saj ka për qëllim që ti angazhojmë kapacitetet e tona, mineralet, minierat, me qëllim që të hyrat e shtetit të mos sigurohen nga doganat, por të sigurohen nga gjenerimi i pasurisë që Kosova ka. Deri më tani këto nuk janë bonus, janë bo politika fiskale ose mbushja e buxhetit prej biznesëve, kryesisht prej biznesëve. Ju e dini mirë që PDK-ja edhe tash i ka rrit rrogën për 25%, që pak më herët nuk u pajtu me vlerësimin tem kolegu, por nëse merret edhe analizohet, Kosova është një shtet demokratik parlamentar dhe me u ngritë rroga vetëm atyre që i votojnë, kjo veç këtu ndodh. Ku është sektori privat i cili... Koha e parapar për këtë përgjigje u kaloi, 2 minuta, zoti Grajinca, pra Mustafa Grajinca, 2 minuta, si do të bëni ndërrimin... Në kodër platformës sonë është e vërtet që ne kemi parapar që edhe bilanci i pagesave të ndryshoj, në fakt ndryshimi i madh që është në mes importit dhe eksportit të ndryshoj, dhe kjo do të ndryshoj vetëm përmes fondit që ne tashmë kemi lancuar të punësimit, dhe nga ky 1.5 miliard euro. E them më njerë, do të fuqizojmë ekonominë tonë. Derisa fuqizojmë ekonominë tonë, gjitha degët e saj, bujqësinë, rritjen e prodhimtarisë, ne do të zvoglojmë detyrimisht importin. Dhe të njëjtën kohë do të rrisim eksportin, sepse me prodhimtarinë që ne e kemi planifikuar, duke se funksionuar gjitha këto degë, duke shfrytzuar në plotëni resurse që ka Kosova jonë në gjitha degët e ekonomisë, do të mundësohet që të përplotësojmë kërkesat tona në tregun e brendshëm, dhe njëtën kohë të mund që ndërmarrjet tona të mund të lansojnë prodhimet e tyre edhe në tregun e jashtëm. Dhe ky disbalans në këtë moment do të mund të shkojë të debalancohet, dhe në këtë rast ne zvoglimi importeve dhe ngritja e prodhimit të brendshëm do ndikojë në rritjen e buxhetit, po jo nga ajo që ne themi se deri tani mbushja e buxhetit është mbi 65% nga tyra doganore, do të bjerë sepse do të rritet në fakt nga eksportet që ne do të kemi dhe nga prodhimi brendshëm vendor, i cili do të mundsoj me një ngritje të qarkullimit, ngritjen e të ardhurave përmes këtij fondi, përmes ngritjes kapacitetit të bizneseve tona, ne do të ngrisim edhe të hyrat e brendshme, të cilat më dhe mos do ngrisën në buxhetin në parashikimet që ne tashmë i kemi vënë në kohët e zhvillimit ekonomik dhe punësimit në kohët të platformës sonë zgjedhore të misionit të ri. Faleminderit, zoti Blerim Grajinca, përfaqësuesi LDK-s, 2 minuta kohë për përgjigje. Me që ju pyetët për politika doganore dhe timore, atëherë unë të fokusohem kryesisht te ajo pjesë. Situata aktuale sot është e tillë që qytetarë, bizneset janë ngulfatura nga ky sistem i politikave të timore, dhe ne mendojmë që fillimisht të bëjmë një ridizajnim total të këtyre politikave, siç u thash në fillim, neve do e ulim fillimisht, do e përshkallëzojmë të vëshën, do heqim doganet zero për inputet bujqësore. Në këtë mënyrë, kostoja për gjitha importet e atyre apo kompanitë që bëjnë për prodhim do jetë më ulët, dhe në këtë formë ne do e subvencionojmë, do e ndihmojmë biznesin i cili do ketë mundësi të gjenerojë të hyra brenda. Brenda një periudhe prej 2 deri në 3 vite neve do arrijmë që inkasimet të vëshës të mos e bëjmë në kufi si bëhet tani, por ta bëjmë brenda, në mënyrë sepse në kufi zakonisht e përdorin vende të cilat nuk kanë kapacitete për me inkasu brenda të vëshën. Ne do fillojmë me inkasu brenda, në mënyrë që të mos e ngarkojmë kostën e importit që në këtë rast i ngarkon bizneset. Njëkohësisht neve do ulim normën e tatimit qarkullim nga 10 në 4%, dhe kjo do ketë dikim direkt te zhvillimi i bizneseve. Ne do përkrajmë bizneset edhe përmes mundësive që do japim atyre në sigurimin e kredive të ndryshme. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë se neve do i ndihmojmë në
dhënien e garancioneve të ndryshme për zhvillimin e tyre. Sot bizneset kanë një problem të madh me marrjen apo sigurimin e fondeve. Ne do ju mbulojmë një pjesë të interesit bankar fillimisht, por do japim edhe garancione për investime të ndryshme brenda. Në këtë rast nuk do thotë se qeveria do e merr për obligim kthimin e kredive që do marrin ata, por qeveria do merr për obligim vetëm kthimin e një pjese të interesit, në mënyrë që ata të kenë çështje në kredi dhe në këtë rast të kenë mundësi të gjenerojnë të hyra. Dhe kjo është një zinxhir, ata gjenerojnë të hyra këtu, eksportojnë dhe gjithë ato para qarkullojnë këtu dhe jo të kemi një situatë të tillë ku ne sot eksportojmë vetëm para. Ne eksportojmë 2 miliardë euro. Faleminderit përfaqësuesi i Partisë Ashkalive për integrim, Nasser Emini, 2 minuta kohë. Po, faleminderit, unë deshta t'i adhuroj kohën të tjerëve, sepse tham na jemi parti e vogël dhe nuk mund të hartojmë një program qeverisës, sepse ne kohën e menaxhojmë ne dhe Po. Kemi nevojë për solidarizim, por pikpamjen e juaja për pyetjen e caktuar. Unë e thash fillimisht se do ta pëlqejmë programin e subjektit fitues, mirë, po do ta pasurojmë programin tyne me politika tetësuese për komunitetin. Shumë e qartë. Ka ide ndryshe që ka mundësi replikimi nga 1 minutë kohë. Urnoni zoti Mustafa Grainca, PDK. Edhe programi ynë, në fakt, sepse këtu përmend për përshkallëzimin të VSH-s, ne e kemi paraparë që përshkallëzimin të VSH-s ta bëjmë për produktet bazike, që është buka, pastaj vaji, uji e gjitha këto. Ndërsa e them edhe një herë, subvencionimi në bujqësi, që është paraparë në misionin ton 3, ku jenë dikun 500 milion euro. Do të ketë një ndikim të drejt për drejt në zvoglimin asaj që ne tashmë quajmë importim të produkte vendore nga jashtë. Sepse me atë 500 milion ne do të mundësojmë, do të i subvencionojmë produktit tanë vendor, që këto pasuri, që këto resurse që kemi, të i shfrytëzojmë maksimalisht, edhe pse unë them që nga 2007 është bërë shumë për bujqësinë, sepse statistikat e njëherë po them flasin që po shtetet e kaluara deri në 2007 nuk kanë pasur asnjë çështje, as nuk kanë pasur vizion, as nuk kanë ditur fakt se ekziston një bujqësi në shtetin tonë. Zoti Mustafa Grainca, atëherë Blerim Grainca është paraqitur për kundër replikë. Po, mendoj se të provosh mashtrosh qytetarët dhe të bësh krahasime në me 2007 është jo reale. 2007 ne e dim se ka qenë buxheti i Republikës Kosovës dhe ne e dim si kanë funksionuar dhe kush ka vendosur për politikat e ndryshme dhe sa ka qenë çështja në gjitha ato. Por situata aktuale është ndryshe. Sot qytetarët e Kosovës nuk është e vërtetë se jetojnë më mirë, nuk është e vërtetë se ka investime në bujqësi dhe nuk është e vërtetë se është bërë kjo rritje e pagës që përmendi kolegu, për arsye se nëse krahasojmë shifrat, ne jetojmë me keq. Çmimet e produkteve bujqësore sot në Kosovë në 7 vitet e fundit janë rritur për 45%. Dikur e blenim një bukë 25 cent, sot e blenim 35, e dikun edhe 40 në disa vende. Po kom në një rast edhe me 30 mund ta gjejmë. Çmimi i vajit dhe gjërave tjera apo shportës që ne e përdorim çdo ditë janë rritur në 4 vitet e fundit për 45%. Prandaj gjitha të tjerat, teoritë për rritje ekonomike, teoritë për zhvillim bujqësisë bim poshtë. Nuk mund të flasim për zhvillim ekonomik derisa niveli i jetesës që e bëjmë ne është i keq. Faleminderit, Mustafa Grainca, ka përgjigje? Përgjigje ime është se nuk janë as pak të vërteta këto që thotë zoti Grainca, dhe në fakt janë të vërteta ato se dinjiteti ose mirëqenia e qytetarëve të shtetit tonë, që nga 2007 ka pasur një trend në rritje. Ne themi që ka pasur rritje të pagave deri 180%, dhe këto nuk mund ta mohon askush. Nuk mund ta mohon sepse është një realitet cilët janë duke prekur qytetarët e Republikës sonë. Prandaj absolutisht nuk qëndron dhe nuk është e vërtetë ato që thotë zoti Grainca, Blerim Grainca, sepse e vërteta qytetarët tashmë e kanë prekur dhe e kanë ndjerë. Kjo rritje e pagave nuk mund të thuhet se nuk ekziston. Një rritje e pagave bili këta skeptikët e partive tjera e kanë patën akuzuar kryeministit sepse dhe kanë bën fakt trysnin në Fondin Monetar Ndërkombëtar, lideri i këtij shokut këtu, që mos lejon rritjen e pagës sepse po stabilizon stabilitetin makrofiskal. U rritën pagat dhe stabiliteti financiar në Kosovë makrofiskal është në konditat e mjaftueshme. Përfaqësuesi nismës Boran Çosa. Nga LDK-ja që unë s'kam qenë asnjë pjesë e asnjë partie politike, kështu që nuk vi i dikasteret të PDK-s. E dyta, sa i përket rritjes pagave, mas parë është kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës se këta e kanë harruar sektorin privat krejt.
le të tregojnë këta kush e mbush buxhetin e Republikës së Kosovës, e mbush sektori privat, e shpërndojnë sektorin publik për me i kriju votat, dhe e treta, sa i përket ngritjeve çmimeve. Ju e dini që zotëri thotë që ka premtuar qysh në janar këtij viti me u rrit pogat, janë rrit në prill, se janë ngrit çmime qysh në janar për me u kriju buxheti me i dhon pogat prill. Kjo është qesharoke. Kjo është qesharoke. Këtu i kam dokumentat, unë jam zyrtar administrativ në shkollën e Rënim Deroda, mu i ju garantu. Bile ju herën e parë kur e keni rrit pogën, e keni rrit 100%, edhe i keni rënë fije që kualifikimi nuk rritet, i kam 2 listat poga, një me 100%, tani është tjetra me 50%, tani është tjetra me komplet pogën, tani është tjetra që nuk rrit kualifikimi, që ka të thotë që nuk rrit poga. Jo, është po, absolut. Se kualifikimi sot rrit është tjekur 49%. 41%, 9%, a popullin e... Absolutisht po. Absolutisht kjo është e vërtetë. Zoti Granica, do ta keni mundësinë për përgjigje, por fjalën t'ja kalojmë një herë përfaqësuesit të LDK-s, Blenim Granicës. E para për tafën edhe shikuesit, fillimisht për tafën, pi tregoj se LDK-ja nuk rën, e mas pak dihon. Pse nuk rën, sepse shifrat që ju them janë shifrat që i keni publikuar ju. Gjithçështë enti statistikave të Republikës Kosovës, që është institucion në varësi të qeverisë së Republikës Kosovës. Gjitha këto që po t'i them mund t'i gjesh në faqen zyrtare të enti statistikave të Kosovës. Domethënë çmimet në Republikën e Kosovës të 7 vitet e fundit, qeverisë tuaj janë rritur për 45%. Nëse ju nuk le të përgjigjet. Nëse ju nuk i njihni, do ta keni mundësi. Nëse ju nuk i njihni burimet zyrtare, ajo është diçka tjetër, por Lidhja Demokratike është parti institucionale. Ne respektojmë të mirat kësia, çdo institucione që kemi ne i njohim. Prandaj edhe shifrat që po ja them unë janë shifrat në burimet zyrtare të qeverisë QUB, të Ministrisë Financave që e drejtoni ju dhe të enti statistikave të Republikës Kosovës. Jo, është vërtet që i keni rrit pagat për 25%. I kanë marrë me rritje 25%, por që kanë mujtë me blejë qytetarët për të rritje për 25%? Kaloj kua, me qështë ja takuar nga 2 përfaqësues të nismës edhe LDK-s, 1 minutë i fundit do t'jetë për zotin Mustaf Granica. Duhet jemi sinqert të çështja e çmimeve. E dini që cili ka qenë indikatori apo ndikuesi kryesor për ngritjen e çmimeve në Kosovë? Po flas për ngritjen që nga 2007, është rritja e çmimit të natës. Këta nuk e thot kërkush. Nuk e thot as përfaqësuesi i LDK-s, sepse nuk i konvenon kjo. Dhe çmimi i natës nuk mund ta kontrollojë një shtet, po është me bursë ndërkombëtare. Në vitin 2007 ka qenë çmimi i natës 80 cent. Sot e keni njerën 20 cent. Ai njerën 20 cent ka ndikuar edhe në importimin e mallrave, sepse është rrit çmimet e transportit. Është ndikuar edhe në prodhimtarinë e mbretërave, sepse nafta ka ndikuar që edhe çmimet të rriten. Dhe këto duhet ta themi qartë, se ka pas një ndikim nga cilën shteti, jo qeveria e një lidhje demokratike, nuk mundet atë, sepse jetojmë me një ekonomi, me parimet të ekonomisë tregut dhe të konkurrencës lirë. Këto duhet ta themi qytetarëve, sepse kjo është mashtrim. Kjo është mashtrim që i thejmë qytetarëve se këta i kanë ngritur çmimet. Nuk është e vërtet, po është treguesi dhe indikatori kryesor e them njerë është... Faleminderit, koha e dëshnuar për këtë hapësirë debatit, po na i kanë shumë shpejt. Ne për këtë arsye dhe nuk kemi mundësi të ndalemi në planet për subjekteve politike që bëjnë për të rritur investimet e huaja, atëherë do të kalojmë në një pyetje tjetër. Të gjitha analizat vendore dhe ndërkombëtare konkludojnë se bujqësia është njëra nga degët ekonomike me prioritet në Kosovë, dhe çfarë janë planet e subjekteve politike në Ferizaj, por dhe më gjerë në Kosovë rreth kësaj çështje, të themi fundamentale për zhvillimin e metodjeshëm të Kosovës. Përfaqësuesi i PAIT, zoti Naser Emin, 2 minuta kohë. Faleminderit. E kemi ndëgjuar programin politik të subjekteve politikeve të mëdha që do të ketë subvencione për bujqësi. Dhe këto pikërisht është një hall i komunitetit që pronat e tyre nuk i kanë të regjistruar në emrin e tyre, edhe pse jetojnë në ato vende me shekuj. Prandaj, ne që kemi thënë se do ta pasurojmë programin politik të subjektit fitues, ne do të kërkojmë lehtësira për ta regjistruar këtë pronë, se është pronë e tyre, po fatkeqësisht që s'ka mujtë deri tash kjo të bëhet,
Edhe do të kërkojmë që subvencionet të përfitojnë edhe komunitetin këtë formë, ose të ketë lehtësira dhe përderisa të njihet, domethënë, e drejta e tyre e pronësisë. Faleminderit, zoti Blerim Grejnca. Dihet se zhvillimi i bujqësisë nënkupton edhe hapjet shumë vendeve të punës. Çfarë është plani juaj në këtë aspekt? Po, LDK-ja fillimisht ka një vërejtje në qeverinë aktuale, pse po flasim me shifrat më dha se do i bëjnë, pse si kanë bërë tash 7 vjet kur kanë qenë qeveri e çka kanë prit. LDK-ja posa të marrë qeverisin, e besoj se kjo do ndodhesh me non të javës së ardhshme, do të refishoj buxhetin për bujqësi, do ndryshoj mënyrën e mbështetjes duke orientuar nga prodhimi. Bujqit kosovar do ndihen të ndihmuar edhe në sektorin e sigurimit të subvencioneve të ndryshme, duke filluar, siç u thash fillim, prej ndarjes së obligimeve rreth kamatave dhe interesave bankare, sigurimin e garancioneve bankare. Do rrisim fondin e kafshëve në vendin tonë, gjithsesi në komunën tonë, në mënyrë që të kemi mundësi për të prodhuar. Do rrisim mundësinë në qasjen në sistemet e ujitjes. Ju e dini ka qenë një projekt i madh Iber Lepens, LDK-ja e ka në projektin e saj që ta fillimisht të hartoj projektin dhe të filloj ndërtimin e sistemit Iber Lepens që mundson lidhjen e 2 lëmenjve dhe furnizimin e rrafshit Kosovës me ujë, dhe kjo do të kishte mundësi të krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin e bujqësisë. Do kemi një qasje shumë reale ndaj rregullimit të tokës dhe si shfrytëzimit racional të tokës së bukës, sepse sot Kosova po humb një mijëra hektar për shkak të mos menaxhimit të mirë të tokave bujqësore, dhe gjithë kjo do ndikojë që fondi total për investime në bujqësi të jetë 1.2 miliard euro, i cila do të gjenerojë 120.000 vende të punës. Jo 200.000, jo 300.000, sepse nuk jemi as Norvegji, as Suedi, dhe nuk do e fatësojmë as prodhuesit më të mëdhenj të naftës, as Venezuelen e as vendet e lindjes të lartë për rritjen e çmimit të naftës, por qeveria duhet të ndajë fatin e këtyre qytetarëve, apo të ndajë më mirë fatin e vet me fatin e qytetarëve dhe të subvencionojë. Nëse do ketë rritje të çmimit të naftës, atëherë pse nuk e subvencionin rritjen e naftës? Nëse do ketë çmime të inputeve bujqësore, nëse nuk do ketë rritje të inputeve bujqësore, pse nuk e bëni? Nuk mjafton rritja që keni bërë. 2 minuta kohë për përgjigje të përfaqësuesit të PDK-s, si do të arritni sektorin e bujqësisë? Po ne kemi dhënë më tashmë sinjalet e frytshme që nga 2007 për një degë të rëndësishme të ekonomisë së bujqësia, po edhe në planin tonë 4 vjeçar, Partia Demokratike ka paraparë që këtij segmenti shteti në fakt t'i vëhet një vëmendje posaçme, duke planifikuar një fond për 500 milion eurosh, i cili ekskluzivisht do të ndahet, do të jepet në fond të fondeve investive, dhe fond grandeve dhe subvencione për bujqësi për zhvilluar intensivisht bujqësinë tonë, sepse kemi resurset gjitha këto. E themi për çështjen e Iber Lepens UC këtu, tashmë ne kemi planin tonë. Partia Demokratike ka planin dhe ai plan është duke, në fakt është në iminatur dhe bankën botërore dhe fondin, me sa e di është shumë i gatshëm që të filloj realizimi i sistemit Iber Lepens, dhe nga i sistem do të përfitojnë edhe bujqësia, sepse do të kemi shumë toka të cilat do të mund të mundësohen të bëhet ujitja e tyre, dhe nga ujitja pastaj të rritet prodhimtaria e këtyre degëve. Pra, Partia Demokratike e Kosovës në programin e saj, në platformën e saj të qartë, misioni 3, vëmendjet posaçme do t'i kushtoj, siç ka kushtuar deri tani, po me një ngritje të vazhdueshme të përkrahjes për bujqitan, dhe unë them që dinjitetshëm bujqitan në Republikën e Kosovës do të mund t'i qasën, do të mund të prodhojnë prodhimet e tyre ashtu siç ata dëshirojnë, për të shtuar prodhimtarinë, për të shtuar eksportin dhe për të përplotësuar kërkesat e brendshme të konsumit të këtyre produkteve. Pra, ato resurse do të shfrytëzohen në programin, në fakt në mandatin 4 vjeçar të qeverisë prirë nga zoti Hashim Thaçi, dhe besoj fuqishëm se kjo degë e ekonomisë do të bëhet një prej degëve më të fuqishme në Republikën e Kosovës sa i përket zhvillimit ekonomik të shtetit tonë. Faleminderit. Plani i nismës për zhvillimin e bujqësisë? Realisht, shifët që LDK dhe PDK e kanë zgjedhur veç problemin e bujqësisë, mbetet veç me investu. Fakti që kjo nuk qëndron është fakti se pak më herët këta e cekën të dy që ka ngritë çmimi i naftës. Cili është problemi? Plani i nismës është që në fillim të bëjë një sistem edukimi dhe kualifikimi me qëllim që ky shtet të jetë shtet zhvillimor i dijes.
neve këtu bujqësia, sidomos në Kosovë, përdor forëra në vendet e cilat nuk funksionon. Përdor asi politika, ose ma mirë me thonë, s'ka fore politika, po bujqit mbjetojnë me ato fuqit e veta që i kanë, kryojnë një stol, pa e ditë se cili gjedh, ose cili sort i lopës, ose i delës, ose i dhis, mund t'jetoj si rezultat i klimës. Dërsa nisma, si rezultat i kësaj, me implementimin e edukimit dhe kualifikimit do t'i ndoj, do t'i përcaktoj gjitha pozicionet ku duhet të investohet dhe në çka duhet të investohet. E para e pikës. E dyta, unë po habitem shumë këtu që 15 vjetë nuk subvencionohen fermerët me çmim tullt naftës, që kjo është në politikat e çdo shteti evropian, dhe dilet e thuhet i keni 300 euro për një hektar. 300 euro me që çmim të naftës kur ta llogarita, i s'ka llogari me mbledh se me mbjell tokën, se 300 euro ma mirë me shtin gjep se çaq ma shumë sfitar. Dilni pyet në cilin do boj, nëse mbjell një hektar misër, një fitov 300 euro, atëherë, kështu që thjesht nisma nuk ka pore me premtu se so pore kom i do bujqësisë, se so pore kom i do sektori tjetër, po nisma ka me artu politika me cila do të subvencionojmë bujqësinë, paraprakisht do t'i edukoj bujqët me qëllim që ata s'pokun minus mës me dollë që shka ndollë deri sot. Faleminderit, zoti Qosja, kjo ishte koha për përgjigjen e juaj. Ty njoftojmë të gjithë se në këtë moment nuk kemi mundësi të ndojmë kohë për replika, sepse nuk në lejon mundësia e planifikuar e hapësirës kohore të këtij debati. Atëherë për fund do të rezervohemi me nga 1 minutë kohë mesazhe për përfaqësuesit e këtyre 4 subjekteve politike, pjesëmarrëse të këtij debati, tu drejtohen në zgjedhësve, të cilët do të votojnë me 8 nëntor. Shkojmë me Blerim Grajincën, përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jemi në fushat zgjedhore, jemi në prag zgjedhjeve, juftoj të ndryshoni, juftoj të votoni ndryshe, juftoj të votoni kundër asaj qeverie e cila ka shit distribucionin, kundër asaj qeverie që ka provu me kontrabandu post telekomin, juftoj kundër asaj qeverie që 1 kilometër asfalte ka bo 10 milion euro, dhe juftoj që të votoni për Lidhjen Demokratike, sepse në këtë rast unë si kandidat për deputet me numrin 76 ju siguroj që qeveria e re e LDK-s prioritet do të ketë qytetarin e Ferizajt dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ferizaj do ketë mundësi të përfitoj në projekte të ndryshme. Një prej projekteve kapitale që ne do e bëjmë është rruga apo ndërtimi i rrugës nga qafa e Dolës Shtime dhe në kalimi Ferizaj dhe lidhja me Gjilanin, që do i mësojnë lidhje me korridor lindje përëndim, dhe nuk do e lëmanësh Ferizajin si zorë qore si e ka lënë qeveria e kalume. Dhe garancë për këtë është kryeministri i ri Isa Mustafa, programi i LDK-s dhe filozofia rrugoviane e Lidhjes Demokratike. Faleminderit, 5 sekonda para kohë përfunduat, atëherë 1 minutë kohë, 60 sekonda ti drejtoni elektoratit përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Mustafa Grajinca. I ftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që ta mbështesin misioneri, ta mbështesin Partinë Demokratike të Kosovës, ta mbështesin liderin e Partisë Demokratike zotin Hashim Thaçi, sepse ai e bëri që të krijmë këtë shtet, ai e bëri që të rindërtojmë fakte, të ngrisim këtë shtet në pjedestalin cili është sot, të ngrisim mirësinë e qytetarëve të shtetit tonë, dhe në këtë bazë unë bëj ftesë që në mënyrë të dinjitetshme të dalin dhe të votojnë për Partinë Demokratike të Kosovës, për këtë mision i cili do të rrisë edhe më të tje mirëqenien qytetare, do të rrisë edhe më të tje rritjen ekonomike të shtetit tonë, dhe të bëj krenar çdo qytetar i cili do të jetë pjesë, do të jetoj në këtë shtet, në shtetin më të ri të Evropës dhe shtetin i cili do të habis të gjithë ata të skeptikët të cilët e kanë parë që ky shtet e kanë penguar në fakt edhe në kaluarën. Faleminderit. Koha kjo ishte para parë, atëherë 60 sekonda kohë për t'ju drejtuar elektoratit përfaqësuesi i PAI-t Nasser Emini. Po, Partia Shkalive për Integrim ka numrin 29 dhe motoja e saj është të bashkuar drejt fitores. Nuk do të thotë se kur e thash paraprakisht se do ta pasurojmë programin politik të subjektit politik, që ne do t'i përshtatemi, si do të thojnë. Po ne do t'jemi që do t'i bëjmë kërkesat në të mirë të qytetarëve në nevojë, e në këtë rast është edhe komuniteti Ashkali që është komunitet më me nevojë.
i thras qytetarët, kudo që janë se është në interes të Kosovës të votot edhe komuniteti ashkari, sepse Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk duhet kushtozohet për interesa grupore, klanore, po në interes qytetarët të Kosovës. Faleminderit profesuesi nismës për Kosovën, zoti Boran Çosa, 60 sekonda kohë për t'ju drejtuar zgjedhësve. Në fillim shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës ju uroj zgjedhje të mbora. Uroj që këto zgjedhje ta kalojnë testin e Bashkimit Evropian. Unë konsideroj se Ferizaj i ka provu gjitha partitë politike, tani e ka një nismë të re, cilën e udhëheq zotri Emri Lozi. Jo për lëmush, po konsideroj se qytetarët e Ferizajit sot e kanë edhe një bozh ndaj generalit i cili për 15 vite i ka kontribu denjësisht qytetit të tij dhe shtetit të tij, dhe me generalin e garantoj qytetin e Ferizajit dhe qytetarët e saj se Ferizaj për herë të parë do të ketë ministër në Republikën e Kosovës dhe do të prezantohet denjësisht qytetarët e Ferizajit zbashku me Emri Lozin dhe antar tjerë, kandidat tjerë për deputet të Ferizajit nga nisma për Kosovën. Faleminderit dhe mua s'më mbetet tjetër krejt në fund që sporit ju falenderoj për përgjigjen, pjesëmarrjen në këtë debat. Njëkohësisht ju uroj suksese gjitha subjekteve politike në zgjedhjet e 8 qershorit, pra zgjedhjet e së dielës. Falenderojmë edhe shikuesit që ishin me ne, i ftojmë që edhe me tutje të jenë me programin që pasonit radio televizionit Tema në Ferizaj. Natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e ardhshme.